publikua para pak orësh. Po, sepse kanë qarkulluar nëpër media. Këto janë evente që krijojnë destabilitet në nivel ndërkombëtar, sepse kalojmë, po themi, cakun e asaj që lejohet, po themi, në rast e lufte. Në këtë situatë që tashmë është një situatë mjaft e komplikuar dhe mjaft e nxehtë. Në anën tjetër, si po veprojnë dy prej liderëve kryesor, në anën tjetër Vladimir Putin, në anën tjetër Trump, po kemi edhe presidentin kinez Xi Jinping, i cili është mjaft aktiv në këto momente. Çfarë informacionesh mund na japësh pak më shumë? Ka pasur një telefonat midis Trump dhe Putinin. Në fillim u tha ishte për ditëlindje, më pas vetë në anën tjetër Trump tha do të kemi edhe do të ulemi për negociata. Ka vazhdimsi në biseda apo çfarë pritën ditën vazhdim të paktën edhe nga kontekstet historik dhe politik? Atëherë, që duhet të ketë bisedime në nivel ndërkombëtar për sa i përket atyre që i njohim si fuqitë e mëdha, në raste specifike, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Anglia, domethënë pjesë e Europës, janë shumë aktiv në momentin që kemi të bëjmë me konflikte të kësaj shkalle dhe për më tepër flasim dhe për një zonë që ka interesa strategjik. Domethënë bëhet fjalë për një konflikt aktiv në një zonë që mund ndikojë në ekonominë botërore. Dhe është një situatë në cilën është më se normale të ketë bashkëbisedime. Ajo çka është më e rëndësishme në këtë moment është samiti G7 që po zhvillohet në Kanada. Është publikuar një draft rezolutë e G7-s që deri diku i fton palët për qetësimin, për një arpushim, diçka që është edhe kontestuar, domethënë kemi një mos firmë të presidentit amerikan që nuk ka dashur të firmosi këtë draft rezolut. Kemi një pozicion tjetër të liderëve amerikan që po themi i ka dalë në krah Izraelit në mënyrë të qartë. Për sa i përket aspektit strategjik, para pak orësh është vendosur një avion naftëmbajtës, po themi, që përdoret për të rimbushur avionët luftarak, është vendosur pikërisht në zonën në fjalë, domethënë në afërsitë Izraelit, gjë që mund të interpretohet domethënë deri diku si një marrje masash, po themi, nga pjesa e ushtrisë amerikane. Nga ana tjetër, si Kina dhe Rusia janë shprehur që në ditët e para që kërkojnë një zbutje, po themi, të situatës, kërkojnë armpushim, diçka që pritet pikërisht duke pasur parasysh dhe interesat gjeopolitik ekonomik, po themi, të rajonit. Nga ana tjetër, pak më parë është kërkuar nga liderët iranian, janë përdorur vendet e lindjes mesme si Katari, po themi, janë përdorur si ndërmjetës për të bashkëbiseduar me presidentin amerikan për të kërkuar, po themi, një ndërmjetësim midis palëve që të arrijmë në një armpushim, po themi. Në kontekstet e gjeopolitikës, Ballkani çfarë rrezikon? Atëherë, rreziku primar mund të mos ta quajmë të drejtë për Ballkanin, po vala e qytetarëve iranian që janë drejtuar kufirit me Turqinë. Dihet që në raste të tilla, në raste konflikti, pasoja më të mëdha i vuan popullsia civile. Në të tilla raste kemi një përshkallëzim të emigracionit. Dhe normalisht kufit e parë janë pikërisht pjesa e Turqisë, Kipro, Greqi, Itali, domethënë mund të kemi, po themi, një rritje të emigracionit të masë që do ndikon në aspekte sociale dhe në rajon. Ama nga ana tjetër, interesat gjeopolitik në tilla raste ndikojnë dhe në marrjen e qëndrimeve të fuqive të mëdha. Në rastin specifik të Ballkanit kemi të bëjmë qartazisht Rusia dhe Amerika. Domethënë është marrë shkryer një marrëveshje midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë. Domethënë është diçka që duhet analizuar, po themi, në detaje, sepse një marrje pozicioni të tillë e Shteteve të Bashkuara kundrejt Serbisë i jep paksa pompozitet, po themi, Serbisë. Në këtë kontekst,
vëmendja ndaj Ballkanit paksohet se kemi betejën e Ukrainës, kemi frontin tani Iran-Izrael, problemet që ka dhe vetë BE-ja, në anën tjetër vëmendje ndaj Ballkanit apo problemet që ka Ballkani paksohet, si e shikoni? Jo domosdoshmërisht. Nga një anë, ajo kurrje e Bashkimit Evropian që ka ndodhur këto vitet e fundit, vënia në dyshime ekzistencës në vetvete të Bashkimit Evropian mund ta shtyjë Brukselin që të ndërmarrë veprime zgjerimi, po themi, dhe ato çka janë aspiratat kryesore të Shqipërisë është pikërisht aderimi në BE. Situatat të tilla mund ta shtyjnë Brukselin që të ndërmarrë veprime zgjerimi dhe mund të përshpejtojë, po themi, fazën e negociatave me Shqipërinë. Në aspekte strategjik deri diku, Ballkani merr një rol dytësor, po themi, sepse kemi të bëjmë me vatra aktive konflikti, si Ukraina dhe Irani dhe Izraeli, që normalisht në nivel ndërkombëtar marrin një rol primar në këtë rast. Por në rast se do të kemi një përshkallëzim të konfliktit dhe do të ketë, po themi, shenja të rritjes së influencës, qoftë në rajonin e lindjes mesme, por edhe më gjerë, të aktorëve, siç është Rusia, Kina, normalisht duhet kemi dhe një reagim balancues, po themi, të pjesës perëndimore të Shtetet e Bashkuara. Në kontekste ekonomike, si do ndikojë kjo luftë? Do sjelli pasoja për të paktën për Europën, për Azinë apo dhe për Kinën? Gjëja e parë që ndodh në rastet e konflikteve, kemi një se janë sulmuar dhe fushat mbajtëse të gazit në Iran. Domethënë, kemi një rritje të menjëhershme të çmimit të arit në tregjet financiare. Ari, për thjeshtësi, njihet si një treg i sigurt, po themi, në rastet të pasigurisë, qoftë strategjike, qoftë në rastet të pasigurisë ekonomike, investitorët tendojnë që t'i drejtojnë merkat në tregut të arit, por ama nga ana tjetër mund të kemi dhe rritje të çmimit të naftës që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në ekonominë botërore. Nëse do të kemi një zgjerim të konfliktit, mund të bllokohen rrugë detare që do ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë qoftë në rritjen e çmimeve, qoftë në rritjen e kostove transportit, gjë që do të përkthehet, do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në rastin specifik në tregjet europiane, por edhe më gjerë. Mendoni se do të ketë një armë pushim, duke qenë se gjithë këto, patna shtetet e fuqishme, SBA-ja dhe Rusia, po tentojnë të ulen negociata, duket se po mendohet që t'i vjet dhe frerë sulmi të Izraelit ndaj Iranit. Mendoni se mund të ketë një armë pushim, apo mund të ketë një zgjidhje, apo do shikoni që Izraeli do avancojë? Shenjat fillestare flasin për një rritje, po themi, të probabilitetit që mund të kemi një armë pushim në zonë. Por ama nga ana tjetër, po të marrim parasysh pozicionin që ka Izraeli në këtë rast, mund ta shohë si parësyeshme në aspekt strategjik një armë pushim, për aq kohë sa ka superioritetin ushtarak, mund ta shohë parësyeshëm mbajtjen e një armë pushimi. Ajo çka unë cilësoj si problem